Ndigjoni nëse do shletonim gazetat apo mediat prej vitit 2003 apo 4 e këndej, nëse hapni një gazetë datës të themi 4 shtator 2004 dhe atë të sotshme nuk do shihni shumë dallime. Është një krizë ciklike, e cila gjendje zhvillohet në një trekanç partia sunduese Maqedonisë, partia opozitare maqedonase dhe partia partnere shqiptare e këtyre dy partive maqedonase. Dhe ky trekanç vetëm se qarkullo duke ndryshuar rolet, kryesisht janë partitë maqedonase që ndrojnë rolet në dominancë politike, ndërsa partitë apo partia shqiptare gjithnjë bën suflerin apo ndihmësin, ndonjëherë spionin apo ndonjëherë krahun e fortë të esencialisht politikave maqedonase, të cilët gjithnjë para shqiptarëve maskohen me shumë patriotizëm, me shumë folklor, por kjo është i njëjti riciklim që ndodh që 25 vite dhe tani po rezulton në një amulli, në një anemi totale shoqërore, të cilën pothuajse gjithë shqiptarët mbi 25 vjeç të moshës e kuptojnë se çka është në propavi, dhe ekziston një distancim i heshtur, një bojkot i heshtur ndaj partive politike shqiptare, të cilat ose kompromitimin e vet para partive maqedonase, ose dorësinë e vet që të ballafaqohen, që dolin ballë partive provokimeve maqedonase, e kompenzojnë me këto incidente të ditëpërditshme, me këto akuzat të ndërsjellta se kush është më shumë me Serbien, kush ka qenë më shërbëtor i Gruevskit, kush ka qenë më shërbëtor i Mjalkovit. Prandaj, shpesh e them dhe do e përcjellë sërish edhe juve dhe shiquzve tuaj, se analiza më e shkurt për ngjarjet në Maqedoni në kampin shqiptar është kjo. Çdo gjë që thot BDI-a për vlenin është e vërtetë. Çdo gjë që thot BDI-a për vete është gënjeshtër. Dhe anasjelltas. Çdo gjë që vlen thot për BDI-n është e vërtetë. Dhe çdo gjë që vlen e thot për vete është gënjeshtër e kulluar. Pra, zoti Sekolli, nga ajo që kuptova edhe nga 2004 këtej që ju bët analizën, nuk prisni një eskalim, po deri këtu. Eskalimi në një vend si Maqedonia të një stabiliteti të kontrolluar, të një pacifizimi brutal, të një ekonomie falso, të një vendi me popullat me kriza identitare, që vlen posa që është për Maqedonasit, por edhe për shqiptarët, në një vend i cili është në de facto izolim, në një vend i cili që nga vitet e 80-ta është anglisht i thonë watchtower, apo është armje barak, është kazerm ushtarake, e cila vetëm se i ndërron kapitenin, ose është serb, ose është amerikan, ose është gjerman, ose është rus, nuk mund të prisni diçka tjetër, përveç se që destabilizimi mund të ndodhë brenda 2 minutave, apo ky stabilokracia të siguron që ai eskalim edhe ajo krizë e pashmangshme të shtyhet edhe për 1 vit, edhe për 2 vjet, edhe për 3 vjet, derisa ndoshta jo fëmijët tonë, por nipat tonë do i paguajnë kostot dhe çmimet e tregtive të IMTA dhe të pista të leadershipeve të vlen, BDI, PDSH, Alternativa, Aleanca, shqyqoni vetëm fakti që një grup shqiptarësh në Maqedoni drejtohen 30 vite prej 7-8 parti, ndërsa të Maqedonasit mbesin 2 parti të cilat vetëm se i ndrojnë pozitat, tregojnë mjaft se për çfarë niveli kulturor, politik, kombëtar kemi të bëjmë. Po, ju lutem jepni një koment, ndoshta mesazhi